والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të kanë Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah që be pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, be shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. I zahvala pripadin Allahut subhanahu wa taala, rahmeti e salavatin e kohu për Allahu kamu pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vojleski časni porodica, vojleski ashabi, msahalla kolla sledine vojishna među kosunje dve. Përshëndetja mes neve është Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ama pozdravi tano Assalamu alaikum wa rahmatullah. Elusim Allah subhanahu wa taala që të na bashkojë në xhennet e Firdaus al-A'la, qysh na ka bashkuar këtë dunjë. Molina Allah subhanahu wa taala te udružinula me ano xhennet Firdaus al-A'la, sarso ke xhami ku patneja kateja kana. Se nuk të bëhen muslimanët me një vend me mësua fen, veç se Allah subhanahu wa taala ja fal gjunahet kur dalin për atë veni. Se na kiden pe muslimanja te vakiren e fejaki ano e tan, a Allah subhanahu wa taala te na oprostimo dhe ngi kana ka i klon këto dhe vatan. Të na lusme Allah subhanahu wa taala që kur dalmi për këtu me dal me gjunahet falta. E mamen molina Allah subhanahu wa taala kana ka i klova këto ka vau dorate i klova të vollomengi o venomengi o harame o prostime. Para se me nis me fol atë që dy me fol, ju bëm një njoftim të shkurt me neve. Panda sona poshmina te kira Allafi, mangavi kratko të upoznina pe amenca. Unë emrin e kam Zekaria Qazimi, Moana vitano Zekaria Qazimi shunjim. Imam në xhami të qytetit Ngilan. Inu imami ani ek xhamia ano Livan. Shkollën islame në Egjipt e kemi bitis. Islamski shkolla završin gjumana o ekipat. Dhe e me knaq që e mesin e juve. Ema meni nam bud zadovoljni su i nam maškartu menda këtë. Bashkë dhe ne. Ne jemi nështë me kombet ndryshme, Možda meni nam ko različite nacije, por se fejnë e kemi të njëjtë. ali i veja i tani mengi jek. Ka thonë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Vërtet muslimanët janë vëllezër. A daleske o Allah subhanahu wa ta'ala pëgjana Kur'ani që qikanej tane o muslimanja kalama. Dhe kjo nuk është veç fjalë, me thonë se janë vëllezër. E ma kavana ne samo fjala, te pena, oke, kalajna. Mirë po kjo është realitet që ashtu. A kavajta në realiteti. Për shkak se çdo kush që është musliman është vëllai juni. A daleske kaj so svako koji tano muslimani i tano amaropral. Në tjetaj shqiptar, në tjetë bosnjak, në tjetë rom, në tjetë anglez, në tjetë arab, ata nëse e musliman e në vllazit e tu. Neko volov čibalo, neko vol englezi, neko vol arapi, neko vol samo vol romi, roma, bosnjakja, so gotovo, ovi tane amaropral. A nëse vllavi jot që e kije pi babe, pi none, nuk është musliman, ato nuk e ki vllav. A te i nato pral, so i tuki koto datin, koti dajt, na ne muslimani, o tuke na ne pral. Për to vllaznia në islam është më e madhe se sa vllaznia që janë prej babe, pi none. A daleske, so o pralipe, ano islami tano but po paro se o pralipe, so tano kotoridaje, hem kotorodat. Për to pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith, A daleske o pejgamberi alayhi salatu wasalam pëgjano e hadithi, në ditën e kiametit kanë me hijen në hijen e arshit të Allahut, kotive su di basku ka vulen të lohvado e arshisko e Allahisko subhanahu wa ta'ala, njerëzit që janë dashnë me zveti veç se janë musliman. o manusha so sa ve manglepe mashkarpumente samo a daleske su i tane muslimanja. Je pse kanë interesa, pse ka tafën, pse ka pasuni, pse ka pushtet, pse ka diçka, jo, veç se janë musliman. Na su ski sile interese, su leske pashe, su i sile barvaripe, su i sile vlast, nego samo a daleske su tane muslimanja. Për këto Allah subhanahu wa taala ka thonë Kur'an, A daleske Allah subhanahu wa ta'ala pëgjano Kur'an, ja ju nas, o ju njerëz, o tu me manusha. inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Unë ju kam krijuar juve prej një burre dhe një gruaje. Me jaratingjun të men këto ek mush, hem këto ek gjuli. Pi Ademit e pi Havës, krejt jena.
kotora Ademihim kotori Hava, sare hinamame. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارِفُوا. Dhe e kum ndatët Allah në popojën fise, mu njif me zveti. Hem u lavgjum e manushen ano narodja, hem ano fisja që të pengjare për mashkarpumende. Inna akramakum inda Allahi atqakum, më i miri prej juve të Allah është ai i cili është i devotshëm. Hem najlačio ko Allah subhanahu wa ta'ala i tano kovasa vo i tano darutno. Komenti i këtij ajeti është kështu. O komentarja kale ajetisko i tano adjukat. Ja ju nas o njerëz. O manushave. Allahu na ka kriju kreve neve. O Allah i jaratinja sar jenamen. Prej kuna na ka krijuar? Ka sar jaratinjamen? Prej Ademit e Pihavës. Kotoro Ademihim kotari Hava. Ata thojnë të qufartë se njëri api majmunit. O neve nikja pëhenin ka jo manush kotoro majmuni. Ama kjo rren. Alia ka vaj hovajbe. Allah thot ju kom krijuar prej Ademit e Pihavës. O Allah subhanahu wa ta'ala pëhenu jaratinjum të men kotoro Ademihim kotari Hava. Dhe pejgamberi sa ka thënë hadith krejt na jemi të Ademit dhe të Havës. Hemo pejgamberi alayhi salatu wasalam përgjano e hadisi asare amen hinam kotoro Ademihim kotari Hava. Në thonë në kretë popull çka janë, ku kanë burimin, pika kanë ardhë. Nëse sa o narë dhe aso hinama kate, kotara i lëngjo izvër, kotara le. Atëre, pas ka drejti kush me thonë se na jene më të mirë se ata, ose ata jenë më të qirë se na, më daluën me zveti me kombe. Hem tada dali, amen isia men pravo te pena amen ina pola që se okula, e makala e ta ne po qëllë se amen, hem te razukina pe kinacija. A kretë e kanë një bobë. Asari jengo dali ta no jek dali. Edhe një nonë. Hem jek daj. Ta shë mund mu dalu mo, ta këtë njëjtjen. Amen vishën në shti razukina pe. Sa ise i ta në mënusha. Nëse jemi njëjt, atëre pse na ka nda Allah në popuj, disa mu konë shqiptar, disa mu konë rom, disa mu konë bosnjak, disa mu konë turk, pse? A kana hinam iste, sos kjo Allah subhanahu wa ta'ala u lavgjame në narodja, gjiko të ven në Qibale, gjiko të ven në Roma, gjiko të ven Bosnjakja, gjiko të ven Korea, soski. A na ka nda mu livduena, Dali u lavgjame të farinape amen, so inam amen. a me në nëshmuet dikën tjetër? Ili të ponizina jek narod dhe javere narodo? Ja. Na. Ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, ai që livdohet me prejardhën e tij, Allahu është në xhehenem. Pengjao pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne hadisi o kova samo ka falino pe fisia kabila kotara vol, o Allah subhanahu wa ta'ala si të çullën në xhehenem. Nga se në kohën e Musës alayhis salam ka ardhur një njeri te Musa. Doko bakti e Musa alayhi salam Allah e manush ko Musa. Ka ardhur livdua, unë jam filani, i biri filanit, i biri filanit, biri filanit. Me numo filani, o qavo e filanisko, o qavo e filanisko, o qavo e filanisko. Falino të manush. Të livdua. Ka ardhur tjetri, ka thonë unë jam musliman. Aleikum salam. I biri muslimanit, birit muslimanit. Allah e ka vetë përgja me num muslimani, o qavo e muslimanisko, e më kova qavo e ke muslimanisko. E këj pari që shta? A kova përvo sa përgja? Qa tha i pari? Kush jam unë? Ko e nume? Me numo filani, e filanisko, filanisko. Musa alayhis salam i tha, pra ti edhe baba jot, edhe babgjysh jot, edhe katragjysh jot i në xhenem. A dhe leske o Musa alayhis salam përgja leske tu hem to dat, hem to papo, hem to pra papo ka hulena në xhenemi. Kurse këtina i tha ti edhe baba dhe babgjysh edhe katragjysh në xhenet. Do ka kalla avereske so përgja me numo muslimani, më dat muslimanisko qavo, përgja tu hem to dat, hem to papo, hem to pra papo ka hulena në xheneti. Për këta kombi, komësia nuk është më livdue. A dhe leske o narodo i nacija na ne te falina ape amen, sa ve nacija ke pripadina. Dhe është vezvese e shejtanit, mashtrimi i shejtanit, që i qënë popujt mu livdue me përkatësin kontore që e kanë. A këva i e koti vezvesa i shejtanisi so kellole manushen, carhovavole manushen, që i te falinen pe kotar on ave. E me i nënshmua atë të cilët janë tjirë. Gente ponizinin o kolen averen so i padinen ko i avera narodin. Dhe kush punon që kështu, ka vjen haram shumë madh. Hem ko kiro la gjukar, komisinu la gjukar, u liua në but baro haram. Se pse ki pas prej ardhën e mirë ose të keqe, ti s'ki kur far dënimi as shpërblimi. Inam tu koto laço koreno, koto izvoro laço ili qëllo, tu na ne ništa dale, tu na ne tu ništa dalea. Ni kazna, ni nagrada daleski.
Nëse baba jote fal, ti s'falesh, ti s'fiton kur gjenç. Te falin gjape të da, tu na falin e tu na ne tu nisë vizara dhe te, sa më të da. Nëse baba jote kon i keq, ti je i mirë falesh, ai ty s'bëndon kur gjenç se kon i keq. Te ina të da qelalo, tu ina laço falin e tu, o tu që na shtikero nisë vi shtetës, ako pesti. Bile pejgamberi alayhis salam edhe çikës vetë ka thonë çështu. O pejgamberi alayhis salam gjipet çiake pengjaju ka. Ka thonë Fatime. Pengjao i Fatime. Puno. Kerbuti. Se vallahi nuk muj me të ndihmua kur gjonë dy në ditën e Kiametit. Se vallahi na shtika pomozhina tu ništa tu që ano dire su di basko. Edhe pse ky u kon pejgamberi i Allahut. Hem sos që ina o pejgamberi Allahut subhanahu wa taala. Por se don punë huaja nuk guxon më pështet kërkush. Allora scano tu je buçar niko na shtikte lo piko. As më lifdua, Ni te falino pe, as më dur për gjunavet atyre, sa i s'bëm ty do më gjunavet. ni te daral ko te tu je haramja, so o aveç koliko su kilo haramja, tu kina shtikiro shteta. Sa i përket më lifdua, s'ka drejt as çika e pejgamberit me babën e vet Muhammedin alayhi salatu wasalam. Aso te vakira ko fali be ili te la piko, na neva pravo čak ni i čaje pejgamberisti sallallahu alejhi wasallam te falino pe te lo piko. Nëse asaj pa punë si nimon as baba i vet që është pejgamber, kush mund më na ndihmon neve? Pošto laki, te na kjergjao i buti, na shti pomožino mi lako dat, koša i pomožino la mili. As nuk guxon më nënçmua dikush nëse babën e ka pas të keq. Niti na tromal gjiko te pomožino pe, te inale skodat qelalo. Sepse kona e keq nështë e ka djalin shumë mirë. Se te inale qelalo, možda lesko qavo i të në butla qo. Kur e ka pranuar Islamin Ikrama ibn Abi Jahl. Kana lila përmingjao islami Ikrama ibn Abi Jahl, E baba i vet u kon kryetari që farve në Mekë. lesko datina presedniko e neverikego ani Mekka. Edhe ka luftu Islamin dhe musliman. Hemov ratuinja protiv islami, hem protiv muslimanja. Edhe ka munu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hem uçinja e pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka pranuar Islamin djali i vet, Kana lesko qavo përmingjao islami, pejgamberi sallallahu ka thonë muslimanëve mos gabon dikush për juve, me i fol tina diçka pse e ka pas babën e keq. o pejgamberi alayhi salatu wasallam peja ma te kero gjiko te vakero ti sot çhalale ka çhaleski sa mataleski sina lesko da çhalalo. Për këta fundi ajetit të Allahu subhanahu wa taala, na ju kemi bën popullin fisë veç më njoft me vetë. Po që dajmë Ndio kraja e tisko Allah subhanahu wa taala pero amenja ratijantu me ano narod ja hemanofisia samo te upoznajnë të me mashkartumende. E kush është më i miri? Em kujta në najlaço? A turqit? O Koreja? A bosnjakët? O Bosnjakja? Ja. Na. Inna akramakum inda Allahi atqakum, më i miri për juve ai që është ai që i devotshëm. Najlaço tu menda i tano kovasa o i tano darutno ko Allah subhanahu wa taala. Kurse i devotshëm do të thonë Dok darutno značino ai që i kryen obligimet edhe largohet pi harameve. o kovasa o izvršilo pe obaveze hem našo kotaro haramja. E më i miri te Allahu është që Najlaço ko Allah i tano akava manush. çish do të jenë konvitina, çish do të jenë gjyra atina, çish do të jenë preorda atina. Sa u god neko leski nacija kotaravo, sa vi god neko leski boja, sa u god koreno neka iklo, o na itano kovo na gradima gjukharsa kerobuti. Ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hina je kotora amala e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, E ka pas emrin e Budhar. lesko ana hina e budhar. Kur e ka pa Bilal Habeshiun, Kana dikra e Bilal Habeshi, a Bilali ka qenë për ka ngjyra i zi. a o Bilali për më boja hina cëmco, kalojna, cëmcojna. Por u kon muezini Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ali hina o muezini e Muhammedis sallallahu alaihi wasallam. Sa u kon gjallë, pejgamberi sa më ka thonë de kum nijet të hestina për xhenet. Gjina gjithdo, o pejgamberi alayhi salatu wasalam për në shëngjum të kora kja kotar pirano gjeneti. E Bilalis ki pinja o pejgamberi alayhi salam. E Budhar një ditë u idhnua diçka, O e bodher jek dive holangjati sot, edhe ka thonë këtina ajbe ti i zivi djalit zezës. pinja hajre tu kalea e kalako qawojna tu. Kur e ka shku ky lajm në vesh pejgamberit alayhi salatu wasalam, Kana gjeli akia, kana gjelo akava haberi ko kan e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, u idhnua shumë. but holangja o pejgamberi alayhi salam. Dhe e ka qortua Budharën. Hem but
Kritikojnë gjaje e Budhëri. Prej fjalëve që ka thonë Abu Dharrit, Kështu shungjao lafja sova këgja e Budhëritske. fjalë të rana, Pare lafja. i ka thonë ti e një njeri që kje ignorancë, gjahiljet. Pengjales ke tu i nan je kë ignorant në manush, so i sile gjahilijet janë po villo. Për shkak se ai që lëvdohet me ngjyrën e tij, me prejardhjen e tij është ignorant. A da veski so okova so falino Pepe Bojaja ili izor kotara vol, ovitan gjahili, ignoranti. Kur i ka folë pejgamberi sa Abu Dharrit, Abu Dharri mërzita se ka bo gabim. Kana vakirja kava o pejgamberi alayhis salam e Budhëriske o e Budhër po shmingjate morzano se dikla ka i këgja i pari greshka. E qysh me përmirësu këtë gabim? E sa te popravino la kja greshka? A kanë shu ftyrën tokë. Era gja po muj ani pu. A ka thonë nuk mund është me hec Bilali pa më shket mu në ftyrë. Qa i zevi i birit zezës. Penja kana peravgja po muj ani pu, penja na shti kana kollo Bilali gjina gazino në moshero. A dava kallo e kaljako qavo, mora te gazino në moshero. Se me pasë cili ko ka i miri, te Allah te pejgamberi alayhis salam. Se te di kojta në najla që ko Allah e jem ko pejgamberi alayhis salam. Për këto më i miri prej neve është ai që është më i devotshëm. A da leske najla që amendar, po Allah subhanahu wa taala ko vasa vojta në najdarut no. Edhe ignoranti pa dishëm të na është ai i cili e vlerëson veten për shkak të ngjyrës, atë kombit ose të ngjashme jashtë devotshmërisë. E bijanduno ignoranti amende i tano ko vasa vo po cenino laveren ki boja, ki nacija, ki tradicija. Për këto tha Allahu innamal mu'minuna ikhwa, muslimanët janë vëllazni. A da leske Allah subhanahu wa taala peno o muslimanja i tana mashka pomende hala. Fa aslihu dhate bejnikum, atëre nëreshnu, regullonu vllazëllaki nëreshnu në mëzrejte. A da leske peno laçane tu maro pralipe mashka pomende. E qysh na muj me nëreshë vllazëllaki në mëzrejte? E sa amen shaj laçara maro pralipe mashka mende. Kur gjithë se cili prej neve, hedhë qysh ka thonë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Tada kana svako amendar ka pirola gjukar sa penjao Allah subhanahu wa taala e mo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kush del për qësaj rrugë, Hem ko ka këto këto kava drumo, ai nuk është me neve. o na ne amenca. Edhe nëse e kem pibove pinone, Hem tina amige prap këto datin këti daj, edhe nëse prejardhën e kem një. hem tina amige je kizori to vako të narodi. Mirë po, me hedhë qysh ka thonë Allahu në Kur'an edhe pejgamberi në hadith, nuk është lehtë, nuk është kallaj. Ali te pira gjukar sa penjao Allah subhanahu wa taala në Kur'ani e mo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadisi na ne bashkollaj. Pse nuk është kallaj? Sos kena ne kollaj. Për shkak se ai që hes për çet rrugë ka me hin xhenet. A da leske so odova sa o ka pirola na kava drumo o ka ulola në xheneti. E në xhenet nuk është kallaj me hin. A në xheneti na ne kollaj të ulope. Se është vend i shtrenjtë. A da leske so ja dava tani tano but skupo. Sa do të me punua dikush për juve me blen një shtëpi që do, në Graçanicë. Kobor valan te kilo buti gjikotu medar te kino li kera katani Graçanica. Kobor valan leske te kilo buti. E me blen në qendër, hala ma shtrenjtë. A te kine ano centra e Graçanica po na po skupo. Me punua me njerëz, Te kere znoia buti. dush me punu 20 vjeta 30. Valan te kere buti bish 30 vesh. Edhe s'munësh me blen. Hem na shtika kina dava kere. E qysh po kujton se në xhenet ki me blen shtëpinë pa mune. Asar misina në xheneti te kine o kere bizimu ka. Në xhenet ka thënë pejgamberi alajhissalam shtëpiat janë një tullë arit, një tullë argjendit. Ano xheneti penjao pejgamberi alayhi salatu wasalam o kerajta na sa ke jek cigla i tano koto zlato, jek koto srebro. Edhe do këtë pit pare të kap 10 kat. Hem ti çao koto prvo sprati gjiko deshto sprato. Shtrati i lumit është me margaritar, me material të çmushum. O kojt baro kuva skupo materiali që do të në kuva. Lumi, reka është me mjolt. O i reka i tani koto avgim. Një tjetër është me qumsht. Jek reka i tani koto tut. Një tjetër është me ujë. Jek averi tani koto pani. E një tjetër është me raki. Hem jek shtarti tani rakia. Ama jo sikur kjo rakia këtu. Ali nasa rakia kate. Raki që nuk dhem kryt për asena. But pola që rakia. As- Salatar na dukalo shero. As nuk de, nuk ta hup menen. Nit na nashalol ti godi.
teshat që i vesh njeri në xhenet i ka prej mëndafshim për materiali më të mirit. O kotora so ka uravole në manushi ta në koti svila, kotë në najla që materiali e svila ko. E veni ku bje me flet, është ka kanë rej që ka maru Allahu. O tanë ka i kasovoli ta në o tanë sa o kërgjale kokër o Allah i subhanahu wa ta'ala. Ate nuk s'mu është kur. Ara te në të vena svalo nikat. As nuk vdes. Në në të mere nikat. Ki e qka të dush. Kohotu so god bange. Ka thonë Allah në Kur'an, Këngjau Allah i subhanahu wa ta'ala në Kur'ani. kanë me hongër mish qëfare të shkon men. Ka hanë mas sa o god ka gjallë nga ani godi. Sa o god ka mangin. E pe me perime qëfare t'ja dënë shpyrti. Hem voqe, hem povrqe, sa o god mangole ngi dushat e hanë. Edhe kemi martue me hyria të gjenetit. Hem ka zhenina alen e hyrien cara në gjeneti. Imrami që hinë gjenet, ma i lishti musliman, Zadnjën sa o ka hullola në gjeneti na i slabo muslimani, a i menzi që pështar për gjenemit. o jet vaso ka spasimo për këtëra gjenem. Një hap bjen në zjarë, një hap hethë të para. Je kora ko ka perola në jag, je kora ko ka gjallan glau. Dikur pështar për zjarëmit, Kana kojek vakti disa ka spasimo për këtë jag, edhe thot elhamdulillahi lëdhi në gjeni ming, falendërimit a kanë Allah që më pështoj për teje, pështova për gjenemit. hem ka penula i zahvala pripadino le Allah, si subhanahu wa ta'ala so spasin gjupe tuta, spasin gjupe këto gjenemi. Se na dënjo veç me pështu për gjenemit o bëllë. Se janë dova sveto, samo te spasine tu këto gjenemi i tano dosta. Hiç lyp me hinë gjenet. Hiç në ne te ule te rodeta na te ule në gjeneti. Veç mos me shkinë zjarë. Samo te na qireto ani jak. Se në zjarë nuk mundet me jetu njëri. Se ani jak, o manush na shti zhivino. Në zjarë këtë dënjo me të shnje, veç pak dorën, s'mundesh me mojtë. Ani jak, anakava dunja luku të qire sa manica o vas, na shti ka i kare ani jak. E qysh do me shkuar në gjehenem, toka është në zjarë, edhe përmi është në zjarë, edhe ushqimi e pija në zjarë. E sar mangete ule në gjenemi, i pu ka i beshe, ka i pjeri të në jak, u prali jak, he më dova so aso pjesa jak. Atëre kjo imrami ma i dhjeshti kër pështot thot elhamdulillah. A da leska kava zadnjo, najslabo muslimani kana ka spasinove ka penole alhamdulillah. Tu në jetë Allahu ja qëtë një pëmë të mirë që që edhe hije. Tu i beshol, on na mango više ništa, spasin džape. O Allah subhanahu wa ta'ala kad će voda skijek vočka lači, sami kola lači ladovina. E kjo të to Allah për më qënë që të ti pak të ha pëmë e ti nërgije. Hema kao ka peno, o Allah, a ka ingarema da ti kdja vočka te hab harica, vočem te bešav ta lolado. Allah e thot tani po të qoj veç mos lyp ma. O Allah subhanahu wa ta'ala ka peno ske, ako ka ingarao to da te ali matero de više. Allah e din që kjo apet ka me lyp. O Allah subhanahu wa ta'ala jamon ka o palën ka rodo. Se njeri nuk njihet kur. Se o manush nikad na čalo. Ka thënë pejgamberi sa mi adha njerit një kodër me alton, thot ama dhe një qetër. Ka pengjao pejgamberi alayhi salatu wasalam te dema nusheske jek brdo zlato asa, o ka peno dema panej. Çka po të ndyje? A so valan këtu? Ja çdo suna ha. Tu na shti kas një dia. Po njeri që kështu është i maru. O manushi të na sakoj atimo. Kur hin ta ja pema, han pe asaj peme, pushon aty, Allahu ja çet një tjetër hala më të mirë se sa kja. Kana ka ulota ja dia voçka, ka halla da te ka beshon, na dia ladovina, o Allah subhanahu wa ta'ala ka vakiroleski pa na voçka po dur pa na polaçi, sa ja prvi. Se pemt na dënjon nuk janë sikur këtë dënjon. Se o voçka non kova dunja luko na nesara na kava dunja luko. A dini që janë pemt na dënjon? Gjane sari tane o voçka non kova dunja luko. Kallzon pejgamberi alayhi salam. Pero pejgamberi alayhi salam. Erdhën notën thot morën 2 melaçe. Ale raçate mande dhe dhema 2 melaçe. E më qurë më një vend. Hemi gardema kojt ham. Por e pom një pemë. Kana diklam e voçka. Më tha hajde me hypër kësaj peme. Te dema gajte te ukla na kja voçka. Kur kemi hypë në pemë, Kana uklila ma një voçka. në mrejna pemës ka pas një qytet. Andrala një voçka i na jek diz. Në pemë. Ani voçka dhe diz. Me shka ka pe të mirave në qyteti i ka aty. Sa su i na kotolla qipa, adja diz hinala. Në pemë. Ani voçka. Për to pejgamberi sa ka thënë në xhenet ka shka syni s'ka po kurriç. A do vesko pejgamberi alayhi salatu wasalam penot, ano gjeneti si so jak nikada na dikla. Të kush ka menuar që ka pemë, ka qytet. Ko shaj ka zamisimo gjia kana, kaj ani voçka i si diz.
Ka pallate, ka bazena, ka ushqime, ka kreta në pemë. Kush e ka I si pallate, i si bazenja, i si habe, i si sa, ko shaj ka zamisina një voqka të vola kao. Tash në këtëm të e dit. A kena mena kava gjanaha? A në gjennet ka diçka si tërsen, shka se dim hiç, na s'kemi po kur. A në gjeneti i si të so amen nikër në shti zamisina, so në bikam nikër. As nuk kemi nije se ka qështu. Nit na shumë gjam ka i si të so. As s'ka shku menja se mundet me pas qështu. Niti na lia me ngi godi ka shtaj o të so. As në tërtan, s'mundesh me marua, me thonë, se film vizatim s'mundesh me di qështu. Një në cërtëri në shti kerenca, fantazja të kerenca në shti ka zamisni të so. Për ta kur ti njerëzit në gjennet e lusim Allah më nashti në gjennet. Ato dhe s'ko manushaka në kaulenë në gjeneti, amen molina, Allah i subhanahu wa ta'ala të qëpolla me në gjeneti. Një kod gatë. Veç i hapin sy të këshyrin. S'din çka me bëjq. Jek baro vakti o manusha sa mu ka pravim për majkajem, sa mu ka diken në nëmë të gjanis o kere niq. Sa mu ka diken. Çuditet. Sa mu ka qudin hente. Tash Allah ja qëtë një pemë tjetër këtina, shapshtoj për gjenemit. A kana Allah i subhanahu wa ta'ala qëvëllës ki pana ek dujt i voqka, Halo ma mirë se kjo? Pana pola që se i përri voqka. A i thëtë Allah ta pëmqon të aja, se kjo ka qefshti. Ta dhe ka pinon Allah i subhanahu wa ta'ala, a ka ngareme më kodja më voqka, so manusha sa ko. Allah thëtë po të qëvish më syp mo. O Allah i subhanahu wa ta'ala ka pinon që ka ngaratu në dhja dhe voqka ri marë vishe. Ti thëtë jas lipi mo. O manush ka pinon navish, në rëdav. Mas i shkon aty, Allah ja mësën mini zonat e gjenetit, banurve të gjenetit. Kana ka gjallë atë o Allah i subhanahu wa ta'ala ka mungu qino dhe s'ki të shunullo glasja gjenetiske o stanonikja në gjeneti kotar ma kejnë dhe vika. Kër i njën të zona së mund me duruhe. O manush kana ka gjallë dhe kana ka shunullo a ka la glasja në ashtika i zërzhino. I thëtë Allah ta më qënë veç të dera. Ka pinon dhe Allah i s'ka ka gjerë ma sa më kulltara. Ti këshyri. Ti ti kallën sa më. Allah a qënë të dera. O Allah i subhanahu wa ta'ala ka gjerë dhe kulltara. Edhe i thëtë hinë mrena. Hem ka pinon dhe s'ke hulja ndrekana. Edhe ti ki e në gjennet sa 10 herë dynjoja shka u konë. Hem tut ka oto në gjeneti kobor desh putja kobor hinala i dunja i pu. Ky habitet. A ka ka binobe. Thëtë Allah të ja po bëna hajgare me mua. Ka pinon dhe Allah i s'ke, o Allah, a kire hajgara mansara? Unë e me zëpë shtova. Me jetë vas pasin gjumë, E fti në gjennet sa 10 herë dynjoja. Qarë mano, gjenit e pene mangi le kobor tuke kobor desh puti i dunja. Thëtë Allah o hinë, se unë jam Allah më bëj shka duhe vetë. O Allah i subhanahu wa ta'ala ka pinon dhe s'ke huli, se me inu mu Allah e me kira uso mëngau. E ta shi mrami që hinë gjennet, mas dopti, sa pas ka? E a kana dike, o zadnjo muslimani, najslabo musliman sa ullua në gjeneti, kobori si le ole, Sa 10 herë dynjoja. kobor desh puti o dunja luko i pucej. E sa du të me punu me fitu këta? A kobor valan të kira butit e lakava, A kujton dikur se pse ta fal një herë gjumon një javë ka me fitu që ta? dali mi sinon gjikot të falingjaj e puti janë kurko i gjumaja, shaj ka të vino lakava? Ja. Na. A kujton se me ninu natën e kadrit, ditën e parë dhe ditën e 15 Ramazanit ka me i që do? Dali mi sinon gjikot të postingjao prvo dive Ramazanisko, lele i kadrë të postino dhe shupan što dive Ramazanisko, mi sinon kaj ka të vino lakava? Ja s'mon? Na, nashti? A kujton se me 50 cent që jep sadaka ka me hinë në gjennet? Dali mi sinon 50 centi jenë të sotull sadaka ka ullolla në gjeneti? A kujton se pse u fal baba u kon haxhi ky ka me hinë në gjennet? Dali mi sinon gjikot të so lesko dat falingjap e hina haxhia e mo ka ullolla në gjeneti? S'mon. Na, nashti. Por që ta në gjennet nuk mundet me hinë ai që nuk punon. Ata veska në gjeneti nashti ka ullolla kova sa ona kero duti. Ka thonë Allah në Kur'an, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, hini në gjennet me punë të juve që i keni bo. Pe gjao Allah subhanahu wa ta'ala hulin në gjeneti të mare buqenca, ma qe buqenca së gjeneti. Atëre na kemi kuptua se du të më konë musliman. Ta da amen sfatin gjama këna ka i balan të va muslimane. Ama musliman pa punë s'ka. Ari muslimani bisi putina ne. Se dikush po dënë me prish fejën të ujë. Se gjiko ma volte rumino la marifea. Për e thot muslimanve ju vistuni la ilaha illa Allah, edhe më zbani kur gjahiq kini me hinë gjennet. Se në dhe muslimani ke të mesamo pene la ilaha illa Allah ma kemi butinisht e ka hulena në gjeneti. Kja së është e vërtet. A ka vana me qaqipe. Se nëse nuk punon, që ato që e ka lipa Allah mi punue. Se të na kërgjan buti o të vasë në dingjau Allah subhanahu wa ta'ala të kire. E nuk largosh me atyrive që i ka thonë Allah ik pja sa në haram, Hem në nasheko të të vasë zabradingjau Allah subhanahu wa ta'ala përgja të ke nash se harami, s'mon me hinë gjennet. nashti ka hulena në gjeneti.
Atëherë nëse mundesh me hi në xhenet veç që shpothojnë ata, veç me një llaf, tada të shanjat ulja në xheneti sa sopenin disave sa më khella fia. e pse u falë Abu Bekri ka shumë? Sos ke falin gjapo e Abu Bekr ato but. Pse ka dhënë këtë pasurinë për Zot Zotit? Sos ke din gja fisabilillah celo po barvalipe. Pse ka shkuar në xhihad më vra? Sos ke gjellano xhihadi pa të të mudar xholda. Edhe vetë dhe fëmijët e vet? Hem kokor hem leske çaveda. Pse u hek pi haramit? Sos ke nashta ko to harami. Veç tu e një fjalë la ilaha illallah në xheneti? Sa më penjek la ilaha illallah hem ka ulja në xheneti. Kjo është me rrejt njerëzit. A ka vajte hova për manusha. Se la ilaha illallah është veç me hije në fe. Se la ilaha illallah tano kova sa më të ulja në fe. Uslovi. Ama për me hes në fe, duhet namaz. Ali te pirea në fe, da jam kjo namaz. E para punë. Prvi buti. Por to ai që nuk falet, ai nuk është musliman. A da lez kjo kova su na falilope, on na ne muslimani. Muret mi dok dikuna kjo e vështirë. Gjikat kishajo kava izgledimo bu strashno. Po ma mirë është me ditë këtë dynjo më falë, se sa më shme ditë e me shku në gjenem. Po shukar të gjaneja në kova dynjalu kohem të falin e tu, se të na gjanejem të gjano gjenemi. Pa shkak se Allah ka thonë Kur'an, Sos kjo Allah subhanahu wa taala pëngjano Kur'ani, e vesin musliman në gjenem, në ditën e kiametit, atë që kanë hi në gjenem, pse kini hi këto? ka kontive di basko ka puqene e gjenelien. O me la që ka puqene, sos ke huline në në gjenemi. So anë gjatë në në gjenemi. Ata thojnë nuk jemi falë. On ka pëhem në falin gjamo në vas. Për këta mas shumë të që hi njerëzit në gjenem, janë për shkak se s'jën falë. A da leske se najviše sos ke manusha ka huline në gjenemi, të në razgo të në së në falin dhe. E jo më falë njerën jo. Na te falin në të e futja në kurko. Ama 5 vakte në dite. Nego 5 vakte në të vej. Ata që nuk falen, Allah në Kur'an ju ka thonë janë kriminell. O do lënge save në falin e për Allah subhanahu wa taala në Kur'an e pëndej të në kriminell. Anil mujrimin yatasaelun, për kriminal të vesin pysin në dynjo. Ko pushlo manush e kriminal cengi që. Se hinë t'ju kriminella në gjenem, Hema dhe ka puqenë, sos ki tu me kriminal që hulinena në gjeneti. çfarë krimi keni boju? Sa o zloqin i ke gjenë, zloqincja. Si mi falë. Ka për na falin gjampe. Por që do krimi ma i madh është mos më falë. A dhe s'ke najbar o zloqin i të në të na falin etu. Ai që s'falet është ma i keq se ai që myt njerëz. O kova sa o na falin o pejtë në po qëllo se kotova manush but, so budaro manusheni. Është ma i keq se ai që pin raki. I të në po qëllo se kova su pilo rakia. Është ma i keq se ai që vjell. O i të në po qëllo se kova su qëro. Është ma i keq se ai që bën zino. O i të në po qëllo se kova su avokero zinaja. Ma i keq është ai që s'falet. Naj qëllo i të në kova sa o na falin. Pejgamberi sallallahu alaihi ka thonë hadith, dallimi mes neve dhe qafirave është namozi. O pejgamberi alayhi salatu wasalam për gjano hadisi i razi ka maskaramel dhe hemo qafirja, o neve nike i të në namazi. Femen tarakaha faqad kafar, kush e kalon namazin u bë qafir. Ko mu klau namazi o ullo kafiri. E kush e fal namazin, Ko falin o namazi? ai ka me hi në xhenet. O ka ullo në gjenneti. Nga se nuk ka punë më dashur të Allah që e bën njeri se sa namazin. Se në ne polla që pogut li buti ko Allah subhanahu wa ta'ala, so mangola o Allah subhanahu wa ta'ala, se o namazi e manë. E ka vetë një shok pejgamberi alayhi salatu wasalam, cila punë është më dashur të Allah, Pushtlajek manush e pejgamberi alayhi salatu wasalam sabi buti të në naj mangli ko Allah subhanahu wa ta'ala. pejgamberi sa ka thonë namazin vaktin e vet. O pejgamberi alayhi salatu wasalam për që o namazi koles ko vakti. Pastaj me luftua për i Zotë Zotit, me mbrojt këtë fej. Pala dava te marope ani porba manush fisabilillah, te marope khalafe yake. Për këto kushtet e Islamit janë 5. A këva uslovja e islamiske i tane panç. Veç një prej 5 është me llaf, me fjalë. Samo je këto panç usteve i tano qibja. 4 qera që me punë. A vera shtari tane buqa. Tasha 4 më shumë a një. A këna soj po vishe, shtar ili jek. 4. Shtar. Vetëm një është me gjumë thon la ilaha illallah. Samo je këto këlla buqa i tane qibja të këne la ilaha illallah. Namazi është punë. Namazi i buti. Agjerimi, Ramazani punë. O post o Ramazani i tani buti. Zeqati me punu me dhon paret e pasunisë. O zekati të de o pare këto barvari pesoat shonke. Në haqë me shkue me punë.
O haxhit e gjallë për çaj. Atëra, a bon vish në më thonë la ilaha illallah por rina? Tani shaja mi kera sa më la ilaha illallah të bishna mingi? Zbon. Në shka. Ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allah e kmanush ko pejgamberi alayhi salatu wassalam. O pejgamberi Allahut kallzon shkam ka bon Allahu detyr për namaz. Penjalles ke o Allahis ko pejgamberi vaker mange so kirja mange o sarobave za o Allah subhanahu wa taala e namaziski. Ka thonë pejgamberi sa 5 vakte. Penja pejgamberi alayhi salatu wassalam 5 vakte. E shkam ka bon obligim me Ramazan? Penjalles ke asavi obave za dinjama e Ramazania? Ka thonë një muj dit. Penja yek masik. Shkam ka bon obligim për zeqat? Penja asavi obave za dinjama no zakati? 2.5%. Penja duj zares 5% ano besh. E haxhi qysh me bon? A o haxhi sa të kiravle? Një herë gjatë ymrit jetës. Penja yek putja no život të kerele. Ky njeri tha vallahi, Pa ka manush penja vallahi, ç'është po thuhet ti që ashtu ku me bon? sar penetua gjukar ka kirav. As nuk më shtua më shumë, as nuk më lë më pak. Nit na ne te dudajna poviše, ni te smanjina fotokova pansor penjan mangetu ja rasul. Edhe ka shkuar. Hem gelota no. Pejgamberi sa më ka thonë ty në veçirve, O pejgamberi alayhis salam penja ka la vereli sa vina da te kana pushtalla kova manush. nëse ky punon çështu që shta, ka me hin xhenet. Penja te kirja ka va manush çaçe, a gjukar sa so penja mange ka hulova no xheneti. E nëse e lën jo 5 vakte po 2, Po te mukla na 5 vakte apo 2 vakte falino, a hin xhenet? a ka hulova no xheneti. Ja. Na. A më thonë jo me 2 ditë shumë po veç një xhumo boll. A te peon na bre duj namaz janë dive puti, je puti janë ani xhumaja dosta i. Për këto më nonu me i fal 5 vakte namaz. A daleski muçinen pe te falinen 5 vakti namaz. E me një nuk kur të vinë Ramazani. Hem te postini kanë ka ovo Ramazani. Me dhonë zeqatin e që ka pasuni. Te do zakati od vasa u isile barbari pe. E me shku në haqja i që mundet, Hem te gjalo në haxhe ku vasa u shaj, nëse i boni që të punë, te kezena kala buqa, inshallah kemi më të ku në gjenet. inshallah kara ka pa no xheneti. Me që të në abritismi, A kara ka zawshina inshallah. alhamdulillahi rabbi.